264 persona kanë përfituar nga ndarja e subvencioneve në shëndetësi, gjithësisht persona që vuajnë nga sëmundje të rënda. Komuna e Gjakovës ka ndarë 70.000 euro për këtë kategori. Bordi i drejtorëve ka planifikuar për vitin 2015 një shumë prej 70.000 euro subvencione për kategoritë për mjekimin e banorëve të komunës për sëmundje të rënda. Deri më tani kanë aplikuar 281 individ. Komisioni mjekësor i ngritur në bazë rregullores i ka shqyrtuar gjitha lëndë 281, prej tyre 264 lëndë i ka shpërbly, ndërsa 17 lëndë i ka refuzuar në mungesë dokumentacionit. Është karakteristike se 1/3 këtyre përfituesve janë me sëmundje malinje, 1/3 me sëmundje kardiovaskulare dhe 1/3 sëmundje të tjera. Drejtori i shëndetësisë në komunën e Gjakovës thotë se ata 17 persona që nuk kanë përfituar kanë të drejtë të paraqesin ankesë, por se duhet që patjetër t'i kenë edhe dokumentat e kompletuara që t'i përmbushin kushtet.